Në video call tani kemi Encën, që siç e thash pak më parë, ajo lindi mes pandemisë dhe mbas tërmetit të nëntorit, do ta theksoj edhe këtë, edhe nuk ka qenë një lindje e lehtë sepse lindi tërësisht e izoluar. Familja nuk vinte dot brenda dhe duket se nuk e mori lehtë këtë situatë, por vazhdoi edhe pas lindjes me situata tjera, ku një nga ato që sapo e thash pak më parë, ishte fakti që ajo në fillim nuk kishte afrimitet me djalin e saj, pra i kishte shumë të vështirë të afrohej, ajo që ne e sqaruam pak që është pjesë e baby blues, pra e kësaj situatës së postpartumit. Por Enca do na e thot më shumë historinë e saj. Enca, faleminderit që erdhe në Dalina Show, sepse edhe unë u riktheva tani dhe jeni të parat e sezonit të ri. Që jeni të gjitha fati im për vazhdimin. Më thuaj pak më shumë për situatën. Se po ta mendosh, okay, e dinim që ishte pandemia, u kuptua që ishte pandemia, nëntorin e kaluam edhe besoj kalove me sukses, uroj që mos ke ndodhur gjë nga me të afërmit e tu. Po prapti e kishe, pra, ishte i qartë që ka izolime, ishte i qartë që kishte ngjarje të përditshme dhe e dinim, por prapti nuk e përjetove mirë. Pse, çfarë ndodhi? Që të ta cek që nga fillimi, edhe tërmeti nuk përjetohet një lloj kur ti je 6 muajsh e shtatzan dhe kur ti nuk je në të njëjtat kushte. E vërtet, e vërtet. Goditja e parë që unë mora psikologjikisht, sepse në mendjen time ishte gjithkohës, po sikur kur ti je mund duke lindur të ndodhi tërmet, po sikur tërmeti tjetër të jetë më i fuqishëm. Më pas edhe pjesa e Covidit në fillim, të paktën unë personalisht nuk e përjetova vetëm si një pandemi, okay, do mbyllemi, ne nuk kishim informacion. Normalisht dëgjonim vetëm vdekje, raste të rënda, para se të lindja unë rastisi që dhe disa nëna humbën jetën, foshnjë që humnin jetën, dhe normalisht dhe të gjitha këto ndikuan shumë tek unë. Në fakt më fal që ta sqaroj, në 13 mars tamam, unë mbaj mend që jemi izoluar plotësisht, dhe ti ke lindur në 31 mars. Domethënë vërtet ka qenë realisht e shpejt. Kjo është e vërtet, që ka qenë e shpejt për ty që ta përtypësh, po. Shumë, dhe pjesa që ne u mbyllëm dhe u izoluam në atë lloj farforme, realisht ajo më rëndoi shumë psikologjikisht. Kjo për faktin sepse gjendjen e shikoja shumë të keqe, mendoja që mua do më ndodhte diçka dhe bebi diçka, njerëzve që kisha afër diçka, dhe shumë e vështirë për mua ka qenë dhe pjesa kur gjatë procesit lindjes më përpara unë kisha vendosur me doktoreshën që do kisha tim shoqë dhe tim më, por normalisht mbasi ndodhi mbyllja, thjesht më dorëzuan ke dera e spitalit me një valizhe dhe unë isha vetëm. Kuptoj. Dhe kjo mua më rëndoi dhe më ndikoi shumë. Ata ndetën poshtë, nxorëm një leje në polici, që të qëndronin aty me mua, po prap nuk ishte e njëjta gjë. Për fatin tim të keq, pata dhe një proces lindje shumë të vështirë. 36 orë. Dhe edhe ajo lindja aq e vështirë bëri pjesën e vet ka ajo që unë kalova më mbrapa. Ti madje thua që ti doje cezarian, por ishte mjekja që këmbguli që je gati për të lindur. Është shumë e vërtet, doja cezarian, mjekët, jo, bëje bebi vogël etj, por nuk më rezultoi kështu. Dhe kjo ishte goditja përfundimtare besoj. Tash 36 orë lindje. Është traum që e kam edhe sot. Sa ditë ke ndeju në materniteti? Se 36 orë ka qenë lindja, pra një ditë e ca. Bravo, do me thënë kam shkuar në maternitet me datë 30 mars dhe kam dalë me 2 prill. Dhe në këto 3 ditë ke qenë krejtësisht vetëm? Krejtësisht vetëm. Pastaj erdhi momenti që shkove në shtëpi. Që aty filloi pastaj dhe faza 2. Po. Dalin me thënë të drejtën, ato mbas lindjes, ato 2 ditë që ndeta në spital, mblodha forca, sepse nuk kisha çfarë të bëja. Dhe me thënë drejtën deri në atë moment nuk kisha gjë. Në momentin që kam zbritur poshtë dhe kam takuar timën dhe tim shoq, unë aty kam filluar të qaj dhe ajo e qara më ka përfunduar mbas 3 muajsh. Do thotë që qaja vazhdimisht çdo ditë. Qaja vazhdimisht, qaja pa shkak, isha shumë e rënduar. Po thua qaje pa shkak. Unë fakt doja të pyesje çfarë mendoje kur qaje, çfarë të vinte që qaje. Unë mendoja që jeta ime mori fund, jam e pafë që ta rris këtë fëmijë, jam e pafë që ta ndroj, që ta laj, dhe realisht shumë vonë i kam bërë këto si procesa. Se ke prekur me dorë.
Jo, dhe nuk e kisha as atë ndjesin, dhe këtu ndjesha më keq, që më kishin treguar njerëz shoqe të afërm që është një dashuri e jashtëzakonshme, me zi do presësh ta mbash në dorë, dhe unë nuk ndjeja asgjë nga këto. Edhe kur e morët në dorë për herë të parë? Po. Thjesht doja të dija që ishte mirë, kaq kam pyetur doktoreshën. Nuk e pe me kuriozitet. Pyetja fikse, ai ka të gjithë gishtat. Nuk e di pse isha fiksuar me gishtat. Interesante. Më tha po i ka, është mirë, po është shumë mirë dhe kaq. Po më fal, pse po e pyesi? Atë erdhi se mua më erdhi se unë e linda gocën para kohë të parën, ma çuan në inkubator dhe ma sollën në një moment. Po unë e kisha prapë në dorë, kurse nënat e tjera për shembull e mbatin gjë, ti nuk e mbajte në dorë në maternitet? Jo, shumë pak. Ma kanë vendosur tek gjoksi, besoj disa sekonda, se nuk e di se kam kaluar dhe një gjë të vështirë mbas lindjes, se gjithë ato orë në atë proces ishte vështirë dhe e kam pak si flumë, me thënë drejtën. Po mbaj mend që shumë pak sekonda dhe kaq. Dhe pyete për gishta, nuk është për shembull që e pe me kuriozitet se të doli nga trupi. Thjesht jam kurioze sepse di që këtë ndjesin time që kam pasur e kam darë dhe me të tjerë, kurse ti nuk e kishe fare astë që po shihni që doli nga trupi jot, që e priste në muaj. Mendoja vetëm që të mbaronte ai proces, aq i rënd, aq i vështirë, ta dija që ishte mirë dhe kaq do doja të shkoja në shtëpi. Dhe në shtëpi nuk e laje të ndihmoj, besoj të ndihmoj familja. Nuk e ndroje? Po, më ndihmoj shumë. Po për të ushqyer? Jo. Për të ushqyer, kjo ishte një pjesë tjetër pastaj që mua më rëndoi psikologjikisht, se normalisht në maternitet më thanë që provo t'i jap përgjigje. Në asnjë moment unë nuk kisha asnjë pikë qumshi. Erdha në shtëpi, bleva pompën, pompohesha gjithë ditën, nuk më dilte asnjë pikë qumshi. Dhe ndërkohë më rëndonin shumë komente njerëzish vërdall që jo, po ti nuk do vet, se u gocat e reja nuk doni t'ju prishe gjoksi, ndërkohë asnjëri se dinte çfarë po kaloja dhe sa po përpiqesha, që dhe kjo gjëja më rëndoi nga krau tjetër, se unë ndjeva një nënë shumë e paftë. Më fal, komente njerëzish brenda në familje. Jo, absolutisht në familje, se ime më i ka rastisur që s'ka pas qumësh as me mua as me vllajin dhe jemi rritur me qumësh formul të dy. Por në momentin që më nxirrnin pak jashtë që hajde të marrim djalin, bëjmë një xhiro, çdo njeri që takoje të bënte këto pyetjet edhe të erdhi qumësh, thonë se ajo s'kam qumësh, fillonin këto komente dhe më rëndonin shumë realisht. Ndihesha shumë e paaftë, ndihesha nënë e keqe, sikur s'po bëja detyrën, edhe pse përpiqesha shumë. Dhe të gjitha këto unë manifestoja duke qarë. Po kështu kishe ankth natën, siç kishte e ftuara e parë, pra historia e parë që çoje, kontrollonte, shifte, se kuptonte as gjalla, nuk është. I kishe këto me djalin? Po, patjetër, i kisha të gjitha këto. Të gjitha, por nga krau tjetër nuk po ndjeja atë dashurinë dalin. Më kupton që siç e kam sot, për shembull, që mund të flas një vit për djalin tim dhe për ndjesitë e mia që kam lidhje me të, nuk i kisha. Nuk doja t'i ndodhte asgjë, doja t'ishte mirë, po nuk kisha atë dashurinë. Kuptoj, kishe kështu si disattachment, si shkëputja me fëmijën. Po. Kuptoj, po kështu përpiqeshe, mbaje në gjë për shkakun se unë gjithmonë po kujtoj vetes se nuk kam shumë eksperjenca të tjera për rreth, nuk kam jetuar vetë gjën. Po e mbaje kështu, përpiqeshe ta mbaje në gjë edhe tek gjoksi, kur e mbaj që fle me ty. Po, kam tentuar, e kam mbajtur, e nxirja dhe për një xhiro dhe për një gjë, po të gjitha ishin shumë të sforcuara. A kishe ndjenjë faj te kjo gjëja? Te kjo ndjesia? Shumë. Dhe nuk bëja dot asgjë për ta rregulluar. Nuk kisha forcë, nuk kisha fuqi. Shpeshherë nuk kisha as dëshirë, doja vetëm tria e mbyllur. Se nuk doja as të dilja, siç mund thon disa që më mbyll jeta se unë doja të vazhdoja kafet, udhëtimet, absolutisht. Unë thjesht doja të isha vetëm. Kaq. Partneri si e priti këtë? Si u soll gjatë kësaj kohe? Partneri, unë do ta them deri ditën e fundit të jetës time që jam njeri shumë e fat për atë që unë kam në krah. Sepse përveç se ka qenë në një moshë shumë të re edhe ai, se partneri im është më i vogël se unë, dhe në momentin që u bë baba ka qenë vetëm 24 vjeç.
më ka dhënë një suport jashtëzakonshëm, psikologjik, shpirtëror, po dhe ka qenë një ndihmës shumë e madhe për djalin. Unë nuk e harroj ditën që kam dalë nga materniteti, ka ndetë IMM të shtëpia deri në një farë orare të caktuar, dhe më pas më tha që unë po hiki pak në shtëpi dhe do vi prap më vonë. Dhe në ato momente, mbas një ore, djali laget dhe duhet ndrohej. Dhe unë filloj të qaj edhe i them që unë nuk e bëj dot. Të marri mamin prap që të vi, dhe nuk e harroj që ky më qetësonte dhe më thoshte s'ka gjë, do ta bëj unë. Dhe nuk e harroj Dalin, ndronte djalin dhe i rritnin ndjersët nga fytyra sikur i kishin hedhur kova uji. Se dhe për këtë ishte diçka e re dhe mbrapa më thoshte, kisha shumë frikë kur e bëja si proces. Se më dukej sikur do ta vrisja, do ta thyja, po në momentin që ty të shifja aq keq, po të ngreja dhe unë duar dhe thoja nuk e bëj dot, nuk e di se do shkonte situata psikologjike e jotja. Kështu që ka qenë ndihmë shumë e madhe, edhe ime më shumë, zonja që morën mbrapa për të ndihmuar, por dhe fakti që njerëzit e mi, burri im, familja ime folën me një person, me një psikiatër për ndihmë për mua. Dua të kaloj aty pak më vonë te kjo pjesa e psikiatrit, në rregull. sepse historia jote ka dy ekstreme. Është ekstremi që ti nuk duhet ta prekje djalin dhe pastaj kalojmë në ekstremin që ti je sigurt, do të thotë që djali jo të rrinte me asnjë, pra ishe sigurt vetëm me maman tënde, e cila vuan nga Parkinsoni, kështu që nga Parkinsoni, po. Do të thotë që nuk është edhe rasti më i sigurt ndoshta siç e thua ti imagjinotët që vuan për pikërisht. Nuk e di se edhe Parkinsoni ka zhvillimin e vet dhe nuk e di, nuk mund të flas më shumë. Nuk është në gradën. Edhe bëhet në kontroll me ilaç me të gradë që mund të mendohet, por pa diskutim që nuk është si një gjyshe tjetër e cila nuk ka këtë probleme. Pra dhe kur e merrte burri shëtitje, e merri 100 herë në telefon dhe i thoja sillen në shtëpi. Pra nga një anë të duket sikur, është një fëmijë aty që kam lidhur, po nuk po lidhem dot, nga ana tjetër ke një merak se ku është. Ishte interesante kjo. Si ndodhi dhe a ishte një moment që kërcite nga ana tjetër apo ishte paralelisht kjo ndjesi, se është pak e paqartë për të kuptuar edhe ne si zhvillohet dhe postpartumi në trurin. Ishte paralelisht Dalin dhe kjo ishte ajo gjë që mua më rëndonte shumë. Sepse ndryshe isha në një moment, ndryshe isha në një moment tjetër, ndjesi mikse dhe kjo ishte shumë sfilitse. Po është sfilitse, po dua të pyes edhe Jonën, se është shumë interesante kjo. Si mund ta kesh dhe ndjesinë që nuk do t'i afrohesh fare bebit dhe nga ana tjetër nuk do që t'i afrohet askujt bebit? Depresioni ka momente shkëputje nga situata që po kalon, ta bën vetë truri këtë lojë në mënyrë që ti të mos e ndjesh situatën të vështirë, pra të mbron një farë mënyrë kur ti shkëputesh, kur je rezistente ndaj çdo gjëje, po ka dhe momente që ti bjen në kontakt dhe shikon realitetin, shikon që ke përgjegjësinë për ta mbajtur atë fëmijën, pa rikthesh pak atyre gjërave që duhet të bësh, dhe pse ajo që ti do nuk është akoma aktive, sepse është një gjendje, siç e thamë pak më herët, alarmi. Sikurse ndodhi në angst, në pjesën e depresionit neve kemi këtë pjesën përsërisht të alarmit, por në një formë tjetër, të përjetuar me shkëputje nga vetja, nga nevojat. Dhe mënyra se si ne funksionojmë në mendim është e çuditshme. Prandaj u bën habi, sepse është vetë gjendje që nuk është normale për ato që ne njohim. Enca, të bëj një pyetje, e puthja? E puthja. E puthja. Ç'do të thotë kjo? E puthja. Puthje nga një herë apo e puthje? Kur imagjinoj se e puth sot që është 6 vjeç, kur e krahasojmë atëre nuk e puthja, shumë pak. Se në jetën e Encës ka ndodhur shumë episode traumatike, njëra pas tjetrës, mënyrë se janë përjetuar qoftë tërmeti, qoftë pandemia, qoftë situata shtazzanisë gjatë kohës pandemisë. Domethënë janë disa situata që e kanë influencuar që ajo ti përjetonte edhe pjesën e depresionit. Kemi edhe një po mendoj që lindja i ka vënë kapakun. Në fakt sa do e thoja që është lindja ajo që ka përforcuar akoma më shumë pjesën e depresionit, sepse mund të zhvillohet edhe nga aty. Po ti gjatë pjesës së shtazzanisë ke përjetuar simptoma të caktuara që i njesi depresive? Jo, absolutisht jo. Pra vetëm në momentin pas lindjes ke filluar të ndjesh ato. Po, kisha frikë, kisha angst, normalisht nga tërmeti i nëntorit, patjetër, 4 ditë kam fjetur në makinë, nuk ngjitesha në shtëpi. Patjetër kur filloi dhe pandemia, pas një gjë e ngjashme me depresionin. Pra një prirje për të shqetësuar e ke? Po.
E fura re Dalina që në rastin e parë ishte një prirje për të shqetësuar për gjërat, pra tek personi, se si e bën diferencën, pra tek persona caktuar, jo për të ndjerë të veçantë, por është karakteristik personaliteti. Pra disa njerëz e kanë më të shfaqur pjesën e shqetësimit, pra e kanë në strukturë personaliteti këtë gjën, disa të tjerë janë më menefregist për gjërat që ndodhin rreth e përqark. S'do me thënë që njëri ka më të mirë, tjetri ka më të keqe, thjesht janë dy gjendje të caktuara që ne kemi prirje më shumë. Por i bashkojnë dhe faktorët e situatës, që çfarë ndodh gjatë jetës, që e përforcojnë këtë ndjenjë shqetësimi. Pra, mund të ketë mbivendosje të gjërave dhe kur vjen një moment kulminant, një traumë e madhe, aty shfaqen të gjitha ose shkarkojnë të gjitha ato traumat e bllokuara në ngjarje të ndryshme. Kështu që ajo e qara që Enca ka përjetuar bën kuptim, është shkarkim, trupi jon ka mekanizmat e veta të përballimit të situatave tensionuese dhe qara është një prej tyre. Por përveç se e shkarkon, është edhe një sinjal që të bën ty të ditur se diçka nuk po shkon mirë në atë që po ndodh dhe ti nga kjo merr situatën për ta çuar në nivel ndihme, për të marrë ndihmë nga kjo. Dhe këtu doja të ndalesha me Encën se si ka vijuar pjesa e kohëzgjatjes, pra sa kohë tu desh që të dilje nga kjo dhe çfarë të ndihmoi. Dhe këtu mund përmendi dhe flas dhe për psikiatrin sepse ka kërkuar dhe ndihmë tek psikiatri, fal familjes, po. Ndoshta mbas 3 javësh ose 1 muaj që situata ime ishte shumë e keqe, familjarët e mi më parashtrojnë këtë si gjë, duke më thënë që pa problem, ne nuk mendojmë që ti je e çmendur ose ke diçka, thjesht mendojmë që ke nevojë për ndihmë. Në ato momente unë ndjeva shumë e liruar dhe thash po kam nevojë për ndihmë. Sepse jo se nuk e kisha kuptuar, po vazhdonte siç tha dhe Jona që mendja ime bënte ato lojrat. Pra, kisha këto momente të këqija, pastaj bëhesha mirë dhe thoja ja hodha. Por nga krau tjetër, t'jem edhe shumë e sinqert, nuk doja që të dukesha një nënë e keqe, që unë nuk po e shijoja shumë këtë gjën, ishte edhe një luftë tjetër e brendshme, por gjithsesi në ato momente thash po, okay. Duke qenë se vazhdon të ishte Covidi, unë thjesht munda të bëj një video call me zonjën në fjalë. Mbaj mend që pyetja e parë që më ka bërë është që a ke mendime vetvrasëse? Dhe i kam thënë jo. A do të mbysësh bebin ose ta vrasësh bebin? I thash jo. Dhe këtu më ka thënë që ti je shumë mirë dhe ti e mendon që ke nevojë për ndihmë? Dhe i thash po. Atëherë tha në momentin që njeriu e pranon ka bërë gjysmën e punës. Folëm në përgjithësi, u shpreha të gjitha këto gjërat që po ju them edhe juve tashmë. Më ka dhënë mjekim që më tha që do ta zjasësh 3 javë dhe nëse mbas 3 javësh ty nuk të rikthehet humori etj, ne do ta vazhdojmë. Më merrte në telefon pothuajse çdo ditë për të folur. Nuk po them që mbas 3 javësh mua më kaloi 100% gjendja, por isha goxha më mirë. Dhe le të themi që ndoshta mbas 3 muajsh, unë jam rikthyer përditshmërisë, isha shumë më mirë, kisha ndjesit për djalin tim, aty fillova të kuptoj tamam që kisha një bebe dhe se çfarë ndjen një vajzë kur bëhet nën. Si ndodhi kjo, apo thjesht ndodhi, domethënë, ma mund ato momentet e para kur fillove. Për ditë isha më mirë. Shikoj, është interesante sepse thua, dhe kjo më pëlqeu shumë, që më shumë se sa mjekimit, më ndihmoi fakti që të gjithë më kuptuan dhe ashtu unë shërova. Pra, afrimiteti tyre më shëroi. Dhe ke pasur një gatishmëri nga të gjitha anët që të kuptojnë dhe të mirë kuptojnë, ndërkohë që po, ti ke qenë në luftë me veten. Asnjëherë nuk më thanë që ti po përkëdhelesh, asnjëherë nuk më thanë që po tani ç'a po bën blidh veten, asnjëherë nuk më bën komente, asnjëherë nuk më bën të ndihesha e pamjaftueshme. Do të thënë, kur unë po kaloj atë problematikën me qumshin, mbaj mend që rria gjithë ditën në shtëpi me ato pompat ke gjoksi. Dhe një ditë më vjen burri im në shtëpi, kishte bler atë qumshin plur dhe po më thot lutem ç'a po bën me atë pompën se është e kot. I thash po jo, unë do ta tentoj se më kanë thënë që po tentove do dali qumshi se unë nuk e kam për gjoksin, unë dua ta ushqej.
Të lutem tha, ka mundësi të thua çdo njeriu që po e kam për gjoksin, dhe të lutem tha hiqja atë pompën dhe ushqeje çunin me qumësh farmacie. Bravo. Nuk e di Dalina, po një lloj çlirimi. Qava, prapo, në? Se me të qarë kisha unë, si të mirën, si të keqen. Po e kam fjalën që janë gjëra që duken shumë të vogla, po për ty në atë moment, kur je në atë gjendje aq të rënduar, do thonë shumë. Është shumë e rëndësishme kjo, domethënë Dhe është filloja me ndjesinë e fajt, që është shumë e rrezikshëm për nëna të reja në këtë Po të fazë. shtoj një gjë, një informacion që ta dish për ndjesinë e fajt, se e ka thënë në histori që i ka rrëfyer Elonës, ka përmendur dy gjëra. Ka një faj që është përgëdhelur gjithmonë s'ka prekur punë shtëpie, që kjo e shton te këtë pjesën, se do mendonin njerëzit që vazhdon përgëdheljet e saj. Dhe ka thënë diçka tjetër interesante që unë nuk e di si lidhet kjo, por mund ta lidhni bashk, që unë kisha jetë sociale dhe papritur isha njerime sociale, domethënë kisha një jetë para. Dilja, bëja, u thoja dhe po e zgjasun, domethënë pak a shumë jeta sociale. Këtë kam parasysh. Dhe papritur isha ky njeriu tjetër, kështu që dhe mund të jetë këto përplasjet që ja vlen të diskutojmë bashkë në sekond. Po, edhe këto janë element tjerë që i shtohen, po ndjesia e fajt në këtë pikë që Ensa e solli, pra ishte në momentin e lindjes që e ka përjetuar, është një ndjesi e cila përjetohet nga shumë nëna që e kalojnë gjendje depresion, pra është një nga simptomat në aspektin e kognitiv, pra të mendimeve që mendojnë shumë dhe ndjejnë si rezultat. Dhe çfarë bën është të rrezikshme. Këtë ndjesi është pikërisht sepse bllokon ndihmën. Pra nëna duke qenë se ka këtë ndjesinë që mos duket e paaft, ose të mos ndihet e paaft në syrin e të tjerëve, apo edhe me veten, nuk është vetëm për çfarë se si duket perceptohet nga njerëzit e tjerë, por ndonjëherë nuk do që t'ja pranoj as vetes që nuk po e bën si duhet këtë proces. Dhe kjo të bllokon. Por fakti që ka marrë konfirmime nga njerëzit rreth e përqark, pra e kanë mbështetur, e kanë kuptuar, kanë qenë shumë të duruar me procesin e saj emocional, kjo i ka dhënë konfirmimin që është në rregull. Dhe ka filluar pjesa pranimit, e lëshon fajin dhe ti fillon e merr rrjedhën e ndihmës. Pra prej kësaj ti mund të dalësh. E them këtë sepse vinë nëna pas shumë viteve që kanë përjetuar depresionin dhe nuk janë mbështetur, nuk janë kuptuar, dhe pikërisht këto dy element bën që ata të jetojnë gjithkohës në depresion. Pra janë kaq të rëndësishme që të shikohen nëse ka aktualisht nëna në këtë moment që e vuajnë, dhe unë vërtet i falenderoj që dalin edhe tregojnë, sepse vetëm në këtë mënyrë arrin dhe njerëzit të edukohen se si mund të bëjnë ndryshimin, se të jetojnë në depresion ose një gjendje tjetër kur ndihma është duket kaq e thjeshtë, kur ti e merr dhe përjeton. Kurse përsa për asaj që the Dalina për pjesën e kalimit nga një vajzë aktive në një vajzë nën tashmë, ky është pastaj një proces kalimi të identitetit, pra është një transformim. Shtatzania është një lloj metamorfoze që të ndryshon komplet si njeri në çdo nivel tëndin psikologjik dhe trupor. Kështu që është një lloj pranimi asaj jete të kaluar që tashmë mund të quhet. Shiko, a e faza e Leonës është, dhe që mendoj unë se unë nuk kam pasur këto gjëra, po faza e Leonës është një fazë shumë e çuditshme për jo vetëm trupi i femrës, dakord, po është e gjitha që ti je këtë si një lop. Pra je një lop, thjesht tryt shumë gjithkohës, rri aty mbrapa, shi fëmijë që qanë çdo 2 orë, dhe rri atje dhe ti si për asgjë. Ti nuk e di se ç'a është shumë e çuditshme, vërtet unë nuk e di ato e përballori dot të burrat se jo është, domethënë unë kam pasur rastin që kur kam parë fëmijën më zhdukur që jam më e burr në botë, domethënë sidomos goca e para, e dua shumë edhe të dytën, po e para ishte hera parë përballë, thoya është e pabesueshme dhe aty thash duhet ketë një zot se nuk ka mundësi. Po pastaj pjesa tjetër thash kur mbaron kjo gjë aty, domethënë dhe me ato kur del jashtë, me ato çantën me karrocën, me fut ato gjërat aty brenda, rri jashtë aty është njerëz që të gjykojnë gjithkohës, edhe po stan këtë të thon mbuloj kalamani, zbuloj del dieli. Nuk e di, ke një trup që të varet, se merr vesh fare, por sa e kalojnë e përjetojmë kështu, disa të si puna ime kalojnë, hajde mos radha shtyje veten derisa të. Po diçka duhet kesh bërë që diçka duhet kesh bërë dhe ti që të ka hequr nga kjo pjesa e të ndjerit pa vlefshme ndoshta në disa momente. Po me pa vlefshme, po unë kisha një gjë që duket e çuditshme tash, një gjë idiote, por unë i pyesja fëmijën se si mund të dëgjosh çdo 2 orë të kërkosh të unë kuptoja. Domethënë nuk u ngope, sa të se kuptoja. Thaj si mund të dëgjoj çdo 2 orë, është fizikisht e pamundur. Që unë të rish çdo 2 orë. Dhe thash çfarë lloj torture është kjo që ka krijuar Zoti që unë çdo 2 orë të ushqej një fëmijë. Se kuptoja se unë gjumin e kam shumë të shenjtë, nuk e kam të gjatë, por e kam kështu fiks.
Dhe derisa u dorëzova, se dhe unë nuk kam pas shumë, me thënë të drejtën, ajo ishte një moment i trisht, i qumshit, të vinte natyralisht ajo, kur thua s'ke qumësh, thua për çfarë, dhe unë nuk isha dhe i gjoks të bëshëm, dhe nuk e dija që gjoks i bëshëm nuk ka lidhje fare me qumshi, me gjërat e qumshit. Unë i gjoks të bëshëm s'kam qumësh. Aty unë ndjeva pak edhe fajtore, sepse isha dhe gjithkohës në punë, do me thënë flisja akoma në telefon e këto. Unë e kam, e teproj me punën, do me thënë këtë pjesë. Kur ndjej vështirësi fizike dhe mbas operacioneve që kam pasur, e teproj me pjesën tjetër. Si shmangje. E kam si shmangje të madhe, kështu që duket sikur e te kaloj, por është e çuditshme, është kupton sa komplekse dhe vështirë që është si proces, jo, nuk është vetëm hormonet, por ke edhe një qenie që nuk përshtatet fare me ritmet Po, ja, për shembull edhe ndryshimi, se një fëmijë, për shembull, goca ime e parë ka qenë e qetë, po ka lindur para kohe, ka lindur 8 muajshe, kështu që dhe 8 muajshe të thonë të tërë të vdes fëmia, domethënë se është dhe kjo fantastike. Ua, sa mirë shpëtoi fëmia yt. Po se kemi gojën shumë. Sa mirë 8 muajshe, çudi e madhe që e pas ke gjallë. Kupton? Por çudi e madhe, po çudia kështu më ndodhi. Domethënë, ç'a duhet them unë tash? Më vjen keq që më ndodhi që e kam gjallë. Kështu që me këtë me averzë, me gjëra që mësoja. Por edhe unë si në rastin, unë dimën e madhe kam pas mami pediatrë, mamin e kam pediatrë, kështu që ky është bekim. Them unë e kam thënë gjithmonë që kështu që mami im u mor edhe e dinte këtë situatë, sepse unë vetë ndoshta do të ishte edhe shumë e vështirë për mua, por unë duke qenë se kam lënë mamit çdo gjë në jetë, ja lash edhe këtë pjesën e verzës, lijes, por fëmia e dytë ishte sfidë tjetër. Ajo tjetër, ajo ishte komplet në momentin që ti thoi të lutem jam e lodhur, uroj që ti të flesh, ajo thoshte je lodhur, tash do më dëgjosh mua. Kështu që secili ka ato sfidat e veta, sfidat e ushqimit, sfidat e dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet dhe dua ta them këtë, sepse që nga dita e parë që unë kam ngelur shtatzan, kam marrë 100 këshilla se si unë duhet të ecë, sa Samishi do i lindë shigjetari në 10 orë, se kisha 19 orë, Samishi duhet të ecë shpejt, duhet të bëj këtë, dhe ajo lindi kur donte të linte, lindi siç donte të linte, lindi me peshë që donte të linte, ndërkohë një tjetër që kisha afër, që ishte shumë e shëndetshme, vegan, i vdiq fëmia 9 muajsh, tjetra që pinte cigare, lindi fëmijën 4 kg. Pra, çdo shtatzani është ndryshe, çdo përjetim është ndryshe, dhe kjo është gjithmonë ja vlen të theksohet gjithmonë. Mos jepni asnjë lloj këshille. Domethënë është kaq ndryshe, unë kam qenë rreth njerëz që pinte cigare dhe tjetrës që e përjetova dhe personalisht se lindi pak para meje që nuk e lindi gjallë fëmijën, për të cilën e ndalim histori, njësoj, ajo më strikte se mua për çdo gjë. Kështu që janë shumë ndryshe përjetimet dhe absolutisht as duhet gjykuar dhe duhet mësuar nënat e Jeremi që nuk e mësojnë kurrë dhe nuk e di pse nuk e mësojnë kurrë, siç Amerika nuk mësoi kurrë që mos i bingi shteti tjetër, edhe nënat tona nuk e mësojnë kurrë që mos sulmojnë nënat e tjera dhe t'i japin menime se nuk ka, se tash dhe si Tironzin menime, kur ngrihen nervat, por nuk ka realisht vend, nuk është për të, është çdo eksperiencë është kaq ndryshe, është kaq ndryshe. Shumë e vërtetë. E kisha këtë si, do ta lë si monolog, këtë pjesën më kishte marrë malli për monologjet e mia, dhe pse tash do t'i bie më shkurt programit. Dalin, edhe diçka të fundit do ja thoja, sepse realisht vendosa të bëhesha pjesë e emisionit, okej, patjetër dhe për historinë time unë i ndërgjegjsoj njerëzit edhe pa emisione, po sepse më erdhi shumë keq rastisa në një situatë që ishte një vajzë që kur u fol për depresionin postpartum, i shoqë në radhë të parë në qeshi, dhe ajo u kthye nga unë dhe tha që mua asnjë nuk më kupton. Dhe realisht më ka ardhur shumë keq, dhe prandaj vendosa të dalë dhe me zë dhe me figurë, që t'i bëj thirrje çdo njeriu që të lutem, nëse nuk keni në dorë të bëni diçka të mirë, të paktën mos bëni gjëra të shëmtuara. Më mirë mos e ndihmoni fare nëse nuk e keni në plan, se sa të bëni ato nënqeshjet, ato fjalët, sepse realisht janë shumë të rënda, dhe gocat duhet të gjejnë forcën që të përballen me këtë gjë dhe të kërkojnë ndihmë kur e shohin që vetë nuk po ja dalin. Po, e faktikisht që të gjithë kanë fatin tënd apo të Joanës historisë së parë, ka dhe patjetër që ka dhe histori të tilla, siç ka edhe nivele depresioni dhe shumë të rënda, po kjo është e vërtet që duhet patjetër njerëzit ta mbyllin gojën, nëse s'kan ç'të thonë, edhe ta kuptojnë që kjo është një fazë, sa më shumë ta mbyllin gojën dhe të jenë afër, aq më shpejt kalon faza, dhe aq më dhe burrat kënaqen më shumë sepse kanë atë grua që duan që të kujdesen për kalamanin në fund të ditës që e kanë rolin e tyre. Unë të falenderoj shumë.
Faleminderit për që ndavi këtë histori. Shumë faleminderit. Ishte një kënaqësi. Ju uroj gjithë të mirat. Natën e mirë. Natën. Është interesante sepse psikologja, psikiatria, pyeti Encën ishin dy pyetjet e para që ishin a ke mendime vetvrase për veten dhe a ke mendime të mbysësh të vrasësh të ka fëmijën. Historia e tretë dhe kemi bërë me përshkallëzim sot, pra nga historia e parë që ishte një ankth, baby blues ankth, e dyta ishte pak më e rëndë. Ajo pjesa që ti the që hyn te baby blues që nuk do të prekësh fëmijën dhe pastaj në kontroll në frikë, po. Të shkëputjes, Marinela ka menduar dhe ti hedh fëmijën nga balkoni. Ne do shkojmë pas pak do lidhemi me Marinelën, por arsyeja dhe thash në fillim pse unë doja që ta filloja me postpartumin, është pikërisht një histori që e ndoqa